Kombi është i shenjtë, kombi është gjaku e shpirti i çdo shqiptari, dhe s'ka kërkush që mundet ta ndaj. Ne do t'jemi çdo ditë krah çdo shqiptari, në çdo pllëm trojve shqiptare, krah vëllezërve tanë në Maqedoni e kudo, sepse ne jemi një shpirt, një zemër, një kulturë, një identitet, një histori, një gjak shqiptar, i shenjtë. Uroj me zemër e me shpirt, dhe këtë mesazh e kam shumë sinqert, që ne siç jemi sot gjithë bashkë, dhe ju siguroj që sot jemi shumë bashkë, të përpikemi çdo ditë të rinj shqiptar në Shqipëri e kudo, është koha të marrin gjithçka në dorën e tyre. Është koha që të rinj shqiptar të kthejnë dinjitetin e Shqipërisë dhe çdo të thonë trojë shqiptare. Shqipëria ka nevojë për gjithë atë rinj. Shqipëria ka nevojë për trinjtë e saj. Shqiptarët ka nevojë për njerëz që e duan fort kombin e tyre. Shqiptarët ka nevojë për njerëz që duan me shpirt dhe me zemër shqiptarinë. Ndaj, sa më shumë çdo ditë, sepse shqiptarinë e bëjnë vetëm ata që duan vërtet. Është koha për shqiptarinë, për çdo pllumb të kësaj kohe. Juliana Li dhe Vika Çamëria. Sot kemi mbledhur në produktivitetin, gjuhën dhe identitetin e shqiptarëve në Maqedoni. Po protestojmë për një popull autokton, që meriton të flasë, shkruaj, të studioj, të këndoj, të t'ja prodhime në gjuhën e njëtës. Po protestojmë për shqiptarët në Maqedoni, në popull se formues, duhet të trajtohet si barabartë në vendin e vetë. Se historia ka treguar se pozitet gjuha, pozitet identitet. Ata shqiptarë ka shumit i bjerë minoritet. Dhe sot, me precedentët tillë, tentojnë t'i asimilojnë. Vika Çamëria, dhe e di shumë mirë sa e shenjtë të shkruajtja e gjuhës dhe identitetit. Vika ka sot punë në vërtet të vëllezërve tanë Maqedoni dhe do t'jetë me ta deri në punë. Shqipëria, Kosova, Irida, Malisi dhe Çamëria. E një mesazh të vetëm. Gjuha jonë, identiteti ynë, historia jonë dhe krenaria jonë. Bravo, shqiptar, bravo, shqiptar.